Jemi rikthyer në këtë P4 zënë e zotrinj. Ndiqeni emisionin dhe në YouTube për qefin tuaj, me njerë sa të mbaroj, tani jemi live në YouTube dhe në MCN TV. Bëni një subscribe. Ndërkohë pyetjet tuaja për Arlind Qorin dhe për miqtë e mi në studio, Sebastiani Flogertin dhe Marsidin, ju mund t'i bëni këtu te ky QR kodi, ishte thjesht Totus quhet. Bëni një skanim me celularin tuaj, bëni një login dhe bëni vetëm pyetje, mos bëni komente. Kritik. Jo, pyetje. Për ty, kritik. Çfarë thon? Ku e lexon? Ja, më shkruan dikush se po mi binte edhe telefonin, se shkruajnë pa fund, kupton? Çfarë është ky? E njeh? Dhe po patjetër, është një nga ato komuniteti im në Facebook dhe më thot, jo kritik pozitive. Lexoje Totusin pak më shumë, sepse për Ben Kolën ka qenë ky i pari që të ka çuar. Ja ka një orë thot që e çoj çanit 100 mesazhe të Totusit thot, po nuk po mi lexon. Po s'kam kohë tani, jam me ju. Ben Kola thot është nga Dibra. Është djalë ambientalist, shumë i mirë, kemi pastruar plazhet në Divjak e tjera me radhë, ambientalist i devotshëm plus asaj që tha Sebi. Dhe Dibran. Blerimi thot ai djalë që menaxhon protestën, quhet Arben Kola, është guid turistike, aktivist për disa vitesh, është nga Kuksi. Nga Dibra më thot Mimo. Po Dibra dhe Kuksi nuk janë një gjë apo jo? Jo, s'janë. Po ka një pikë që ndahen që i bie edhe që bashkohen. Si qesh Arlindi? Po t'jeni të gjë sa po janë dy emra. Dy qytete, dy krajina. Njerëz që ngatrojnë. Po afër janë dakord. Jo, se thon se Dibrën e quajnë si rajon dhe Kuksin e quajnë si kryeqytet Dibrës. Ka shumë njerëz që ngatrojnë këtë gjë. Ti je i bindur për këtë? Dakord. Ky ka qenë arrestuar në 2020 në protestën e naftëtarëve të Ballshit. E pra, ky është aktivist pra i vjetër Arben Kola apo? Po pra. Unë jam kurioz ta shoh një pa qeleshe si duket ky më burr. Se më çmendë ajo qeleshe nuk më lë ta kuptoj. Po pa qeleshe, nuk është vetëm me qeleshe gjithë. Po aman mor ti po jemi dalë ta shohim mirë molla. Ja se e gjejmë tani. Nëse dëgjoj, se s'duam të mbasim kohë. Edhe protestën e Ballshit me qeleshe ka qenë. Nuk e hika qeleshe sepse është këto Sebi pra, ai është etno-nacionalist. Jo, nacionalist. Etno-nacionalist e ti apo jo? Dibran dhe mbajnë qeleshe. Interesante shumë. Para se përgjigjet pyetjes Arlind Qori nga Lëvizja Bashkë që kemi këtu sonte, si e shef ky të ardhmen e kësaj proteste? A do të ketë një rezultat apo jo? Se në fundit kjo është pyetja ore, se ne mund ta shijojmë tani si spektakël, më kupton? Si formë. Dhe do e themi sa bukur. Problemi është në fund fare gjërat mund të bëhen në histori, edhe pa rezultat, pa do ketë rezultat kjo apo jo? A do kërkojnë nga estetikat e politika. Bravo. Zoti i Muça, të lutem dita e 6 e protestës, cili është, jo qëndrimi jot, po dua ashtu edhe qëndrimi. Qëndrimi është pro. Pro? Qëndrimin e parë. Po cili është, më thumë, më shumë cili është parashikimi jot, për aq sa ke parë këto 6 ditë, pra tani kemi një të kaluar të protestës. Nuk kemi më dita 1. Sigurisht. Dëgjoj, që është nderi më i madh që i bëhet vendit dhe agjendës europiane, kjo nuk diskutohet. Dhe agjendës europiane. Patjetër. Se në finale është demonstrim kulture europiane dhe demokracie. Ndash thua i shërben dhe Ramës në këtë aspekt. Për të thënë që ndryshën nga gjithë kritikat dhe nga gjithë letrat që shkojnë në Bruksel që jemi një diktaturë, autokraci, ai e amplifikon vetë këtë debatin që po ndodh dhe ngacmon për ditë protestën që ajo tjetë sa më e ndezur dhe aktive, që t'i thotë Europës, shumë interesant ky. Që t'i thotë Europës që ja, çfarë vendi demokratik jemi, nuk jemi ndoshta ai vendi që ne folëm para ca ditësh që bllokojmë bulevardin për t'u falur, por jemi edhe ky vendi me trinë dhe treja që dalin dhe ndryshën nga që ka thënë Albana Vokshi apo Jorita Tabaku, këtu nuk ka frikë njëri të protestoj, vit më shaj edhe nga ropë të dire. Qaspini është ky, Qaspini, Perlë është ky. Pra, agenda... është Spini pa parë kjo që më bëre. Nuk të qëndron fare si... Më qëndron shumë, është shmëndurimër, po. Okej, pra... Se unë po të isha këtë të bëja. Nderi më i madh që i bëjnë vendit është që japin këtë panoramë qytetarie dhe europianizm. Kartolinë e pa parë është. Po. Nga ana tjetër, edhe Rama siç ta thash. Tani, për ta çuar deri në fund këtë histori, ky grupim, ky konglomerat interesash, dikush për punëtorët, dikush për ilaçet, dikush për tokën, dikush për kalamanin, dikush për çamërin, dikush për Shqipërinë e Madhe. Çfarë duash ti? Këta duhet të formalizohen në një subjekt. Sepse në qoftë se nuk ndodh kjo, do ndodhi ajo tjetra që ne e dim. Që nesër Rama do thot hajde bëjmë zgjedhje, fjala vjen.
do shkojnë në zgjedhje. Dhe një llokëm të më agresive dhe më pasionantëve, më të mlefosurve, ja kam thënë dhe herë tjetër Arlindit, do e marrë Arlindi, sepse gjuha e lëvizjes bashkë është dhe për mua janë më të sinqertët. Ata që e shpërfaqin më shumë atë. Është më afër kësaj proteste gjuha Arlindi sigurisht. I majt. Ata të shpresës do tentoj të tërheqë Adriatiku, që përpiqet në Shqipëria bëhet me mesazhin pozitiv. Ku diun, sipërmarrësit e rinj dhe njerëzit e bërë në një farë mënyrë do tentojnë të shkojnë drejt agronit. Dhe ajo 15.000 shenë-shesh, që mund të jetë 150.000 në terren në Republikë, mund të ndahet në 3 dhe me këtë sistem që nuk do ndryshoj, do ngelemi me këto kushte. Pra, këta do marrin po aq deputet, ja nuk do marrin 4, do marrin 7, dhe doktori dhe Rama fatkeqësisht do marrin kusurin, 133. Në këtë kuptim, them që ata janë të detyruar tani më për ta çuar deri në fund dhe për të bërë revolucionin, pra atë kthesën e madhe, atë përmbysjen e madhe, duhet që ata të bëhen një subjekt. Dhe si një subjekt i vetëm, duke u bashkuar bashk ekstremi majt me ekstremin e djathtë, ku diun, LGBTQI plusi me atë Akil Panon, duke u bashkuar të gjithë bashkë për atë flamurin që kanë aty. Kjo më falë shprehem do ta viste komplet gjë. Po vazhdo, se jam shumë. Nuk e di unë tani. Ata thonë që jemi të bashkuar rreth një gjëje. Rreth flamurit kombëtar. Tani nëse e kanë seriozisht, le të bëjnë një subjekt rreth flamurit kombëtar. Ju mungon thjesht Gjergj Kastrioti, jam dakord me këtë. Nuk e di unë. Do ta shohim. Ndoshta është ai Arbeni. Mos është Arben Kola. Ndoshta është Arbeni, por nëse nuk bëjnë këtë, risku është që do shkojnë në për partitë respektive ku të shohin frymëzimin aty në turm dhe do jenë një asgjë. Ajo që ka ndodhur dhe që kanë lënë që tani është një panoramë fantastike demokracie europiane. Dhe pa diskutim që me atë që ata kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë aty në shesh. A rrezikohet Rama, a zoti Rama nëse kjo zgjerohet dhe me përmasa të tjera? Sepse ka një gjë. Në finale, pushteti merret me votë. Me zgjedhje. Po pra, nëse kjo zgjerohet. Që do thot, si sot që nuk ngeli vend në Tiranë, po iku dhe në përrethë. Në gjithë Shqipëri. Kjo të hapet, pra, të bëhet si ai, të bëhet Ortek, të zgjerohet ai shumë. Do shkojnë gjithë qytetet. Po pra, ti mendon që zoti Rama rrezikohet realisht? Zoti Rama nuk rrezikohet në kuptimin direkt. Do jetë zgjedhje e tij. Ti e përjashton që mund të vinë ti thonë zotri. Do të hapësh krahun. E di pse po? Pse? Vetëm për një arsye. Mund t'i thoni në çdo rast. Dhe unë mendoj se ata që të thonë hap krahun nuk janë në kontinentin tonë. Jo, ata janë gringot, mo kjo dihet. Gringot, në këtë rast, ai që është në krye të gringove, po sulmohet në mediat ndërkombëtare për atë që do të bëjnë Tiranë, në zvërnes në këtë rast. Pra po të shohësh titujt e mediave ndërkombëtare, dhe aty kupton dhe atë agendën që sigurisht nuk ka çuar njëri agend në Tiranë për të bërë protestën. Por protestën ata e shfrytëzojnë. Ne këtë po themi Arlind, se nuk kemi çmendur akoma që po a ka njerëz ose grupime ose interesa të caktuara që këtë moment në Shqipëri ata që nuk na kanë fort qejf ta shfrytëzojnë për ta dëmtuar. Ti thua nuk janë organizatorë ata që janë shfrytëzues dhe shtypës. Pra ai ka një instrument. Ai ka instrument që quhet Mark Zuckerberg, që ta bën algoritmin ty që një gjë që është në cep të tavolinës, ta vendosi në mes të tavolinës dhe ta bëj mal. Dhe këtë ta bën Facebooku dhe Instagrami. I intereson protestës pa diskutim, është genuine nga ana e protestuesve pa diskutim, por për interesin e tyre dhe ata bëjnë tyre. Dhe çfarë ndodh? BBC-a, CNN-i, The Guardian dhe çfarë kanë parë media ndërkombëtare, kishin një titull që janë majtiste kryesisht si media. Titulli ishte projekti i rezortit luksoz i Kushnerit në Shqipëri pritet me protesta. Pra, as pronat, as hallet e shqiptarëve që po protestojnë kundër Tiranës. Ajo po luhet. Bravo, dhe në këtë kuptim, këtu ngjan dhe Rama me Donald Trump, që ai do luftojë dhe nuk do e çaj fare dhe nuk do sjellë asnjë gringo për t'i bërë presion Ramës. Do ta çojnë atë projektin atje deri në fund. Në këtë kuptim, po të ndodhi që ndërrohet Donald Trump, vinë të majtët
dhe Rama akoma është në tentativ për të bërë këtë projekt dhe protestat do jenë në përkëmb, aty pastaj mund të vijë ai mesazh që thuat. Qartë. Arlin, tani është momenti jot. Tani nga t'ja nis. Jo, t'ja nis është e para njerë, si e parashikon ti të ardhmen e kësaj protesta, do ketë rezultat, dhe e dyta kjo i thos Flogerti. A rrezikohet vërtet pushteti i këtij njeriu sot, që ka 14 vjet, dhe që normalisht pritet të rish shumë gjatë nëse nuk ka një presion të madh? Vetëm një parantezë, sepse do ta lidh me kontekstin e shumë teorive konspirative që qarkullojnë, ku përfshihet, si ta thash, Greqia, Serbia, Irani, Turqia, gjithë globi thash është mbledhur këmbkryq për e majtë amerikane me Shqipërinë. Fondacioni shoqëria apo Flogerti përmendi një lloj kontradikte, mos gabojmë parashtrimin e tij midis Islamit dhe Evropës, mos gaboj. Pra the jo, ne këtu në këtë studio kemi bërë një debat dhe po pra falje. Dhe ajo që unë dua të kundërshtoj është kjo që Evropa në kuptimin përparimtar të fjalës, kuptimin e asaj idesë që është dominuese në Evropë, nuk besoj se e sheh si problem faljen e njerëzve, sepse nuk është një Evropë fetare, është një Evropë e lirive civile. Këtu kemi bërë debat një natë dhe unë e kisha për atë debatin që ju s'keni qenë. Në këtë kontekst dua ta saksoj që falja e njerëzve në rrugë nuk na nuk na largon nga Evropa, përkundrazi sakoj respektojmë njëri tjetrin, respektojmë pluralitetin fetar, na afron me Evropën. Ky është qëndrimi korrekt politik që duhet mbajtë çdo politikan. Sipas këndvështrimit tim, po edhe sipas besimit tim si thua më të plot. Tani, pyetje për protestën. Po. Unë besoj që ka 4 faktorë. 3 thash dje, po ndërkohë mendova edhe një të 4 sot, që do ta bëj protestën të zgjas. Tani nëse Rama dorëzohet nesër, jo. Ne po flasim skenarin që protesta është e suksesshme, kështu që jo. Po flas. Mendoj që ka 4 faktorë që ka shumë gjas ta bëjmë protestën të zgjas dhe në fund fare të jetë e suksesshme. E para është rritja numerike. Që thot, çdo ditë ka më shumë se një ditë më parë. Është e sigurt kjo, Arlin? Është e sigurt sepse unë shoh që çdo ditë kam kur më vjen ora për të ardhur në një studio televizive, nga ora 8:30, e kam çdo ditë më të vështirë për të dalë nga turma. Pra qofse ditën e parë kisha lehtë, ditën e dytë çik më të vështirë, sot e kam pas më të vështirë se çdo ditë tjetër. Mos sot ke qenë mes fare dhe ka qenë në mes kam qenë çdo ditë, domethënë aty kemi ja 2 banderola aty edhe jemi në rregull, thrasim bashkë me qytetarët. Pra, rritja numerike, dhe jo vetëm rritja numerike, po edhe shtrirja gjeografike. Sot është i komponent. Po zgjatja në kohë? Po zgjatja në kohë, zgjatja në kohë, më them, do të jetë, sepse... Jo, zgjatja në kohë e protestës. Nga 2 orë që ishte në fillim tani po bëhet 3-4. Po, e njëjta gjë është, domethënë, kemi rritje numerike, kemi zgjatje në kohë, kemi shtrirje në territor. Bravo. Po them edhe një herë. Kur Interesante. del populli i Elbasanit protestoi, do thotë ka ndryshuar gjë shumë e madhe. Më kupton? Është si të dilte, ku di unë, populli i Çorovodës në 91-shin. Po pse mendon që Elbasani? Sepse e kam ndier te qytetarët atë merakun dhe frikën që kishin nga kombinimi krimit të organizuar në Elbasan, që shumë i fortë me qeverisin lokale dhe qendrore të Partisë Socialiste. Prandaj është shumë i rëndësishëm Elbasani. Shtrirja nëpër Evropë, diaspora po proteston. Do të vazhdojë në ditët në vijim. Tjetra, antagonizmi i Ramës ndaj protestuesve, që i hedh benzinë zjarrit. Rama është në vështirësi aq të madhe, saqë nuk bën dot as këtë strategun që përpiqet me urtësi, me babanxhallëk. Po mos e bën për arsye që tha Flogerti? Arsye pse e bën edhe them unë. Rama nuk ka rrugdalje tjetër, vetë se të antagonizohet, të armiqësohet me protestuesit, se me sa duket është zotuar për shumë mbrapshtësi, ka dalë dorzanës për shumë poshtërsi ndaj oligarkëve të huaj dhe vendas, saqë tani ata i thonë mbaj pjesën tënde të paktit, ndryshe një shqelm nga pas edhe ike nga politika shqiptare. Në vitin 2025, pas zgjedhjeve, unë kam thënë disa herë në rrjetet sociale që duket çik si delir mos e. Rama kishte fituar 83 mandate. Dhe kam thënë, nuk e di kam thënë në këtë studio, po me siguri kam thënë rrjetet sociale që fitoria e Ramës me 83 deputet ka qenë si fitoria e Pirros e Pirit, me që ishte në antikitet. Fitoria taktike që para përgatit një humbje strategjike. Pra, një fitore aty për aty, por që është krijuar në mënyrë aq të dhunshme, me aq presion, duke premtuar aq shumë favore vërdall, saqë gjithë këta tani që kanë kontribuar për fitoren e Ramës, gjithë këto faktorë të mbrapsht që kanë kontribuar për fitoren e Ramës, tani duan hisen nga trupi i popullit shqiptar.
dhe nga dheujnë. Pra i thot, njëri do Zvërnecin, tjetri do Darzezën, tjetri do Miniera, tjetri do naftën, tjetri do gjithçka, dhe Rama tani o duhet t'ju përgjigjet këtyre. Sepse ka e bërë me ligjë. Për dhe po them, ky tani që Rama nuk është një gjeni politik më. Rama ka arritur që deri në 2025 krijoi një koalicion forcash destruktive në kuptimin moral fjalësh, por shumë të pushtetshme, natyrës gangsterore, oligarkike dhe mediatike, saqë duke i kaluruar këto faktor, ka fituar në 2025. Tani këta faktor, midis këtyre faktorëve dhe shumicës dërmuese të popullit shqiptar, ka një kontradikt të fortë, pra nuk vazhdohet dot më si zakonisht. Dhe Rama tani është i detyruar ti antagonizoj deri në pikën sa që po bëhet horror, si thon, edhe në mediat ndërkombëtare. Intervista me gazetaren e CNN-it është domethënëse. Mediat përparimtare, evropiane, amerikane, edhe Fox News më ka raportuar, po e nxjerrin Ramën si një politikan që praktikisht po shet, tamam si ata diktatorucët e republikave të bananeve, po shet copat atë dheut vetë, ndaj kapriçove të njerëzve shumë pasoj e shumë pushtetshme. Sa ajo intervista Ivanka Trapit ka qenë shumë interesante. Pra, ajo thoshte që ishim duke bërë plazh me ca shok, pam një ishull bukur, edhe i tham këtij satrapit lokal, na jep ne këtë. E kupton sa fyese është kjo? Pra, të vinë njerëz kaq pasurit ka troç kështu e thotë. Në mënyrë, më ajo thoshte në mënyrë, po themi shumë sinqert. Na pëlqeu këtu, tha pse mos e bëjmë një ishull privat. Po ç'a kuptimi ka kjo? Që ky zotëria që kemi në krye, tamam si këta satrapët, pra, nën mbretërit e perandorive dikurshme. Është ndarje ideologjike që keni ju më. Mirë, jo, më lër ta mbaroj narrativen. Pra, ky zotëri, ky të fal copat atë dheut, pra ky të jep gjithçka për të mbajtur në pushtet, edhe për të fituar ca para, ky është gatshëm të... Kështu e quani ju më. Ore, ky është i gatshëm, po i kërkoj njëri që merr veshkën e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, ai ka për borxh të na marr veshkën ne, e t'ja jap kërkuesin më të parë. Sigurisht është hiperbol, por duhet dalë tek ideja e Ramës. Tani, shkojmë te faktori i tretë. Tham, rritja numerike, antagonizimi i Ramës me protestuesit, pra ka gjithnjë më shumë mlef reciprok. Ka gjithnjë Rama ditë e parë thoshte hajde negociojmë, hajde bisedojmë. Nuk e thot më. Dhe një arsye pse nuk e thot më lidhet me faktorin e tretë. Kërkesat që kanë konsensus gjerë në shumësinë që proteston, janë kërkesa jo vetëm politike, por edhe serioze. Pra kërkohet dorëheqja e qeverisë dhe kërkohet pastaj anulimi një vargu ligjesh, edhe nga parlamenti i sotëm, po nëse ka zgjedhje parakoshme, ajo është pastaj amanet dhe urdhër për parlamentin e ardhshëm, se kur thot masë e madhe qytetarësh, ti duhet heqësh ligjin e investimeve strategjike, çdo qeveri që do vi nesër, do ta ketë shumë vështirë të thotë, jo, iku Rama, po vazhdon ramizmi, pra vazhdon në njëjta logjikë si Ramës. Pra kur thuhet duhet të abrogosh ndryshimet në një dy ligje për zonat e mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore që kanë mundsuar këto investime shkatrimtare në natyrë dhe në trashëgiminë kulturore, qeveria ardhshme kushdo qoftë ka detyrim shumë të madh të përgjigjet masës qytetarëve. Kur kërkohet abrogimi paketës maleve, e njëjta gjë edhe kështu. E katërta, dhe kjo është interesante, dhe prap unë i thur një lavd inteligjencës kolektive shoqërisë. Pavarësisht se qytetarët janë të shumtë dhe janë të mendimeve dhe ndjesive të ndryshme, sikur dikush bënte një sondazh aty për ka kanë votuar ata, sigurisht askush s'e ka bërë, ka përshtypjen që do gjesh ish votues të çdo partie. Edhe njerëz që s'kan votuar fare. Kryesisht tuajt janë, në kuptimin anti-establishment. Unë takoj shumë njerëz në turm që thonë na u thaf dora, por në herën e fundit kemi votuar këta maskarend. Kështu që më kupton, ka njerëz që e kanë për Ramën dhe Berishën. Ka njerëz që kanë ndryshuar mendim. Po them, ata që janë në masë janë qytetarë që kanë preferenca politike dhe pikpamje nga më të larmishmet. E prap se prap, protesta nuk është përçarë. Ka pas 2-3 provokime kështu me, ku diun, si shteti ajo historia që i thanë filani tik ose një tjetër që hedhi një batut. Rezultati po themi nese, okej, ja, mirë, jemi deri tani. Rezultati është që nuk ka përçarje. Ku do shkojmë? Pra, ka një urtësi nga pjesëmarrësit, ka një pjekuri nga pjesëmarrësit. Kuptohet që kjo që po ndodh ka i potencial aq të madh historik, saqë edhe divergjencat që ti ke në jetën e përditshme, mbi pikpamje, mbi ide, mbi programe, mbi preferenca partijake, sot nuk kanë rëndësi. Sot nuk kanë rëndësi. Dhe po ta thot një njeri i cili do shumë ideta,
Nuk po ta thot njeri për cilit idet janë kote edhe janë kollaj të sakrifikueshme. Si do ja bëni që gjithën këtë, më falë që po bëj rolin e Çanit, po tani vazhdo tani, gjithën këtë e kam pyetje shumë sinqert. Pra, kemi fatin e madh që shqiptarët përballë Ramës dhe Berishës, unë paktën kam një vit e gjysmë që them janë bashk, ata dy dhe e kanë besuar këtë, dhe doli që e besojnë dhe tjerë. Si t'ja bëjmë që gjithë të 20.000, 30.000, 150.000, 200.000 vota që kemi tani, që nuk kanë ndarë si bashkon qëllimi për të heqë Ramën dhe Berishën, t'i bëjmë si një trupi vetëm elektoral që realisht t'ju bëjmë dëm Ramës dhe Berishës, se me këtë sistem, po nuk janë një trup elektoral, këto janë asgjë. Më kupton se e kemi provuar, 150.000 vota, 4 mandat. Do përgjigje tani. Tani, e para, si është e shpreha, peshku është në det e tigani në zjarë. Dakor, kështu që tani të fillosh bërë strategjisë, këta njerëz jo do orientohen politikisht, është e parakoshme, është edhe një farë kuptimi, po ta bëj unë, është ofenduese ndaj pjesëmarrësve protestë. Që ju mund ta bëni, keni drejtën tuaj të bëni çdo lloj llogarie. E dyta që unë edhe mendoj edhe besoj fort, është që Shqipëri po ndodh një tërmet politik. Dhe kur ndodh tërmeti politik, nuk është se bie thjesht dritarja e një apartamenti, bie gjithë pallati. Pra në këtë sens, fati nëse të bëhet zgjedhjet nesër, pra nesër, në këtë situatë ku ka mira njerëz në rrugë, dhe Rama dorëzohet i moment të zgjedhjet e reja. Unë kam besimin që nuk do jenë votat kundër sistemit vjetër partijak, nuk do t'jenë thjesht ca përqind më shumë se herën e kaluar. Ka një probabilitet. Nuk dua të guxoj edhe të... Por ama, ka një sens që subjekte politike, ekzistuese, që edhe mund të krijohen nesër, mund të krijohen subjekte që krijon gjithçka është e hapur. Se fundja, politika nuk është ekskluzivitet dhe pronë private e dikujt. As ideja e partisë së re, aty do dalë një subjekt. As ideja e partisë së re nuk është pronë private. Por, po them, ndjeshmërit, idet dhe subjektet e mundshme politike antisistemore, dhe me sistem po marrë këtë dyshen Rama Berisha, unë besoj që ka gjasa t'jenë shumicë në shoqëri. Ose të bëhen në të ardhmen e afërt, qofse kjo protest zgjerohet dhe ka një antagonizim në rritje nga e vjetra, ka gjas të bëhen faktor shumicë në shoqëri. Po kemi sistem që... Sistemi nuk të prish punë qofse ti ke një përmas. Po në qofse je shumë subjekte o Arlin? Jo, nuk ka problem. Qofse je 7 subjekte? Prit, mund t'je 7 subjekte, jo detyrimisht gjitha subjektet mund t'je një lloj preferuara, ka shumë variabla që ne nuk i llogarisim dot tani. Do bëj pyetje dhe Sebi, se Floku e bërë, do bëj pyetje dhe Sebi dhe Marsit, janë dy kanë një pyetje për ty. Për çastin tënde, por le të shohim një sinkron nga Rama sot në Vlorë. Jepi le ti. Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusurmi që... Marsit? Qëndrimi që zotë... Tu këtë bën blof, pra po luan të fortin? Që kanë kontrat me mua, thot. Shtrëngon radhët dhe luan me lojnë e numrave. Pra, sado që të bëhen dhe sado që të shtohen... Unë ka pra më shumë. Prap ne jemi më shumë. Se më thonë tha lum, tha po ka darë dhe po ne jemi 2 dete. Jam dakord, po këto janë ndryshore, nuk janë konstante. Shiko, shifrat... është dinamik, thoti. është dinamik. Nuk janë fotografi. Po normale, Berisha e 2005-ës nuk ishte njësoj me 2009-ës, nuk ishte njësoj me 2015-ës, nuk ishte njësoj me 2021-ës, nuk ishte njësoj me 2025-ës. Qartë. Imagjino shumë të është e Berisha, unë jam ai që ka marrë dikur 700.000 vota. S'dua të për këtë zgjedhje. Ky ka ardhur të urrit, ky është problemi. Siç vjen në rritje, vjen në rënje, kur është ajo? Por problemi është që logjika përjashtuese... Këshilla jam, jemi të këshilla, jemi të diagnoza. Logjika përjashtuese nuk e ndihmon narrativin e tij. Pra fakti që ti kundërvë një pjesë të popullit, një pjesë tjetër, sepse ti nuk je përfaqësues vetëm i 800.000 votave, ti je përfaqësues i gjithë shqiptarëve. Për shembull, do të thotë që në ASHK kanë drejtën vetëm ta 800.000 që kanë votuar, të marrin certifikata. S'do thotë ku dëgjon që drejtën ku dëgjon për gjendjet civile kanë vetëm ta 800.000. Për hipotekat? Për hipotekat, prandaj ta shkën për lejet e legalizimit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Mirë, po hipoteka mirë praktikisht. Dakor, nuk e kanë vetëm ta 800.000. Ku dëgjon drejtën për të marrë paga ose shpërblime se kanë vetëm ta 800.000. Drejtën për të pasur sigurinë nga policia se kanë vetëm ta 800.000. Me këtë logjikë bie që këta 500.000 që flet zoti Rama, që kanë përjashtuar.
A që duhen ati 800.000? Po pra, po kjo nuk është shtetë vetëm i atyre që votojnë Ramën. Shtetë i atyre që jetojnë. Logjika ti që në këtë ide. Dhe unë po them që të kjo 800.000, jam i bindur që një 600.000... A i pëlluan raportën e forcave. Një 600.000 normale, a i pëlluan raportën e forcave. Problemi është e forcat e ndryshore. Sepse nuk besoj që ka njëri që i knaq gjithë forcat. Nga ta dim, pra. Dhe gjë më e bukur, fakti që ka ndodhur gjithë këtë kohë, është që ne kemi një fat, që kemi një lider që është më i aftë se Thomas Jeffersoni, është më i aftë se Lincolni, është më i aftë se Churchilli, se këta nuk rinin dot më shumë se 8 vjet. Me gjithë aftësitë, me gjithë gjërat e mëdha që kanë bërë, kurse ky ka ndëjtur deri tash u bën 14-15 vite dhe do ri akoma më shumë. Pra, problemi është që ne si kemi koshiencë që kemi njeriu më të ditur, politikanin më të aftë. Sepse s'ka asnjë që afrohet. Edhe ata që janë afrohet kanë mbajtur me dhunë, ky e mban pa dhunë me protesta, se Stalini për shembull, jam i bindur që do i çonte gjithë gulakta. Vlla, do ketë dhe votat e doktorit ky përballë këtyre more. Ti këtë s'ke kuptuar. Nuk e di. Partitë e vjeta do shkrihen një përballë partive të reja. Por unë di të them që i kemi parë punën për aftësinë. Pra cila është aftësia këtij që ka më i aftë se Churchilli, se Lincolni, e se gjithë figurat e tjera politike me radhë, që në krye 8 vjetëve, ose maksimum 12 vjetëve, ka bërë kulla, nuk kam çfarë jap. Dhe po vizaton Shqipërinë sipas gustove të tij, pra është kaq e thjeshtë. Këtë ka bërë ndryshe nga tjetër. Piktor, kush nga këta ka qenë piktor? Mirë thot Çani. Ka pasur pafund në Romi. Piktor, jo nga këta që thua ti, nga këta ka qenë Hitleri. Okej, pra. Hitleri nuk bëri pak gjë dhe ai, beti në histori. Ka qenë në Romi, që dogji Romën çfarë. Ose në Romi. Por u kanë si për betesh në histori, si është betesh. Po djegër Tiranën, pastaj do piktore nga fillimi. Po. E kam më ngjashmërinë në Romi. Por të qenë jo cinik, por të qenë realist. E rëndësishme është të mbetesh në histori. Për shembull, unë sot po bisedoja me një njerëz që e njeh ju të gjithë, por nuk po ja them dot emrin, se është njëri politik. Dhe biseda ishte, po ta them me dy fjalë që mos lodh dhe dynjan, ishte kjo Arlin. I thash, zotëri, i thash, mund të më thuash, me që s'di të më thuash detaje, të pëlqen protesta, por nuk di të më thuash si, qysh, tek, pse, çfarë. Nuk më thua dot. Dhe çfarë pret. I thash, zotëri, në qoftë se 2027-ën, marr 2027-ën unë, se s'ka bërë dot kur. Kur, edhe kjo kur nuk thuhet, po. Mora ko 2027-ën, se në fakt ajo mundohet 2030-ën. Teorikisht, edhe pse për mua nuk do ndodhi. Qoftë se njeriu që do shkoj dhe do vëj flamurin shqiptar në Bruksel në krah të 27 flamurëve të tjerë. Mund të jetë 28, 29, se mund të ketë hyrë dhe Malizi ndërkohë, mund të jetë dhe Malizi. Qoftë është i njëjti person që është deri tani në pushtet, që quhet Edi Rama. I thash, e ka fitu Bastin me veten dhe me Shqipërinë? Dhe me ata që se duan? Apo se ka fituar? Nuk ka rëndësi që ndodh më mbrapa. Se mbrapa mund të japin dhe çështje penale atij. E kuptoj. Pra nëse ky njeri që kemi sot, valla. Dakor? Ndodh që të jetë po ky njeri Arlind që të shkojë dhe të bëhet inaugurimi, ke parasysh se ngjarje historike është. Antarësimi i Shqipërisë në BE. Atëre, a mund të dim cila është analiza? Çfarë duhet të themi? Duhet të themi bravo, duhet ta dortorkasim, valla. Amnisti për çdo gjë. Pa futet në histori, në fund të fundit sot ne kë mbajmë mend? Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Gjergj Kastriotin edhe Ismail Qemalin. Tani, mirë më lere Gjergjin, Ismailin apo jo? Kush i fitoi? Ne nuk u interesuam ndonjëherë, më fal Marsi. Nuk interesuam ndonjëherë ç'ndodhi me Ismailin mbrapa flamurit. Dakor. Unë s'kam dëgjuar njëri thop shumë që shkoi Ismaili. Pati pastaj një aventurë shumë interesante mbrapa ngritjes. Jo, asnjë se thotë. Ndalojnë atje, paf, ai është stacioni. Tani imagjinoni valla, ky njeri, që se kjo protestë që nisi kaq në mënyrë të bukur, Arlin, nuk e përmbys dot deri atë ditë. Mund të jap një përgjigje? Kjo nuk po e përmbys, kjo po e ndihmon. Progresi thotë po e ndihmon. Arlindi thotë jo, nuk po e ndihmon. E ka vënë pozicion të vështirë. Jam dakord, ja të them vetëm 3. Ti çfarë mendimi ke ta mbyllim se po ma bëjmë shok që do ta mbyllim emisionin, mbajë ora 11:31. Unë kam qef antikitetin. Po ta mbyllim me Arlindin. Unë kam qef antikitetin Çanit sepse zëri i tyre jon nga shumë larg dhe vazhdon të jetë aktual. Dakord jemi. Dhe unë di them këtë gjë. Cezari i dha lavdin më të madhe Romës. Poshtë i barbarët, i dha fitoret pa numërta, i dha atë që ti ishe krenar që thoshe që ne jemi Roma ose unë jam Romak. Dhe si përfundoi. Dhe madje gjithmonë në narrativat e pushtetit. Si përfundoi pra? Me thikma shpine nga njerëzit e vet më të afërt. Po nuk ka rëndësi. Ai dha, më fal. Prit. Cezari sot valla. Ti kur flet për Cezarin, ti gjën e parë që thua nuk është kjo që përfundoi me thik. Jo, sa po the. Ka dhe një batutë, Po le më batutë. ka dhe një batutë, bëri gjithë ato që bëri dhe vetëm një sallat ka emrin e tij sot.
Kur për dakord. Kështu që Që janë batuta. Të kanë fjarën, a hyn në histori ky njeri nëse shkon, është po ky i parëzuar dhe vë flamurin atij. Prandaj po referohem antikitetit. Meqense përmenda Salonin fillim, do e mbyll me Salonin. Kreuzi, i cili ka qenë një mbret i madh dhe kishte pasurit pa numërta, dhe Soloni ka qenë një filozof që u thonte shumë dhe kjo e bënte shumë taf, sepse fakti i udhëtimeve e bënte të njëjë me shumë kultura, me shumë forma qeverisje, shikonte tradita ndryshme dhe i t'i ballafaqonte, dhe gjithashtu dhe me shkolla ndryshme filozofike. Dhe ai masi i tregon pasuritë, ushtrinë, gjitha arritjet e tij, thotë që cili është njeriu më i lumtur dhe më i fuqishëm që ke njohur ti. I thotë është pak pyetje problematike. Okej, njeriu më me lavdi. Dhe ky i thot, njeriu me lavdi që njo, është një fermer dhe i thot emrin, Samos. I thot, ky po pse është më i lavdishëm se mua? Sepse i thot, jetoi shumë mirë, kaloi shumë luftra, miqtë e tij respektonin, pati familje të ndershme, të rregull, dhe kur vdiq thot, që të gjithë thot e kanë qartë dhe kujtojnë akoma dhe sot. Edhe ky i bën pyetjen e dytë me idenë që do i thoshte që je ti. Po mirë, thot, njeriu i dytë që njeh ti, thot, që ka më shumë lavdi. I thot, nuk është një, janë dy, sepse janë dy vëllezër binjak, tha. E jema besonte, i tha, tek Athina, dhe ishte dita e festës të Athinës, dhe këta ishin 2 ditë e gjysmë larg, i tha, me karrocë me shumë kuaj. Këta ishin, i tha, atletë, dhe e morën vetë karrocën në mbredh, dhe kanë çuar për 1 ditë e gjysmë, dhe sa arritën aty vdiqën. Dhe kujtohen që sakrifikun vetëm për t'i dhënë lumturinë e njeriu tjetër. I thot, ky s'po të pyes për njeriun e tretë, i thot, sepse e di që s'do thuash që jam unë. Po i thot sepse për ta përcaktuar lavdinë e dikujt nuk mjafton fillimi ose vazhdimi, dhe më e rëndësishme është fundi, thot, mënyra si ndahesh nga gjërat që ti arrin. Dhe realisht Kreuzi përfundoi në qeli, gjithë jetën skllav, sepse humbi dhe fronin, dhe thuhet që çdo ditë i kujtoheshin fjalët e Solonit. Dhe unë mendoj që kjo është dilema e Ramës. Frika më e madhe nuk është ato e fuzë Shqipërinë be, është se si do ndahet nga karrika e pushtetit. Dhe jeta e ka treguar që njerëzit që kanë qëndruar gjatë në pushtet nuk kanë pasur fund të mirë. Nëse, me i ato, qasja ime nuk ishte kjo, ishte gjë tjetër, domethënë për mua, unë thash hodha në tavolinë një debat. A mbetet në histori ky njeri nëse do jetë ditën kur do futet Shqipëria në BE, dita e inaugurimit? Po. Pra, ti imagjinojmë që kanë votuar gjithë parlamentet 27 vendeve etj, dhe erdhi momenti do jetë ky. A hyn në histori ky njeri apo jo? Është për tani protesta e njerëzve të lirë përballë njeriu që thotë do ju fusë BE vlla. Hyn në histori. Unë po marr këtë qasje. Dhe Ramiz Alia hyri në histori se lejoi pluralizmin politik. Edhe si kur të vi një anonim komplet i fundit i Partisë Socialiste Roja dhe të futët vendi, atje shkruhet që kryeministri kur antarësua vendi ishte filani. Pra ngelet një histori kushdo qoftë. Këti do i vyente për të larë mëkate dhe për të thënë që më amnistoni dhe Unë besoj se ne... si thuhet, për një lloj si quhet, katarsisi. Ose mi falni të gjitha tani se unë e bëra. Po pra, ne do të hymë në Evropë pikërisht duke çuar Ramën. Them shumë gjëra, po ju paragjykoni dhe nuk dëgjoni dhe ju flisni. Sepse katarsisin Rama me shumë gjatë do e bëj bashkë me Veliajin. Dhe ne do të hymë në katarsisin do e bëj bashkë me Veliajin. Dyshja do hynë në burg. Dhe besoj se Rama mbyll derën. Eskatologji? Po pra, për mua Rama shkon në burg. Dhe këtë nuk e ka të cikë. Se ke vjen nga protesta. Rama në burg, Berisha. Po, Berisha ka moshën, po Berisha e bëri një vit burg. Thuaj po se të thonë nesër të protesta o sepsi na dole nga... Nese, Berisha është gjanë në burg. Berisha ka... Marrja e PD-s nga Berisha sërish e mbylli kapitullin opozitar të PD-s. Problemi është majoranca që fuqizohet shumë e më shumë dhe kap çdo lloj gjëje. Tani, Spiro Pali ka kuptuar një gjë. 2 fjalë për Spiro Palin, po se kemi ka kuptuar një gjë. Çfarë thas të Spiro Palin? Ma thotë me 2 fjalë? Që është mirë thaj të kemi një marrëveshje me veten të rretha, ha? Pak a shumë. Kjo tregon një gjë. Rama gjithmonë ka ngrënë disa koka kur ka pasur protesta. Me ligjin për zonat e mbrojtura ka bërë Mirela Kumbaro. Dhe besoj se si ministrja... Do më prishë shien. Mua di çam Mirela Kumbaro. Edhe më realistike çam që për mund prapa të emër, do vjell më burr. Tani vetëm një fjali. Laguna është rrethuar nga uji Selita. Kjo është e bukur. Pra, Laguna e Zvërnecit, kemi ne është rrethuar nga uji Selita. Po nga çfarë tjetër? Tani, zonja Spiro Pali po sheh që janë nxjerr thikat në PS. Zonja Spiro Pali duke parë që janë nxjerr... Bukur ishte kjo, super promo është, më shumë se kaq. Duke parë që janë nxjerr thikat në PS, zonja Spiro Pali tashmë bën llogaritë veta politike. PS-ja ose çahet në dysh dhe prodhon një PS tjetër, e dyta fuqizohet lëvizja bashk, sepse unë nuk shoh që ka një lëvizje ambientaliste që po kristalizohet në Shqipëri. Nuk është çështje
e ambientalizmit. Është çështja e një modeli ekonomik dhe modeli zhvillimi. Dhe siç ka zoti Sheja, edhe kemi këtu Lëvizjen Bashk, kemi zotin Lapaj, pra lëvizjet e reja kanë një model të ri zhvillimi që duan që t'i flasin qytetarit. Dhe Qorri e artikulon shpeshherë se si mund të zhvillohet dhe në të njëjtën kohë se si mund të jetë një model ekonomik. Vetëm Qorri e ka të re dhe të ndryshme. Tjerët janë i kemi dëgjuar ka 20 vjet. Ta përfundoj pra. Dhe kjo që po mundohesha të thoja është që zonja Spiropali o po përgatitet sepse Rama po shkon në burg, o po përgatitet për të marrë PS-n, dhe e di shumë mirë që thikat tashmë janë nxjerrë brenda Partisë Socialiste. Pra ti thua që kjo që po i ndodh tani Ramës, gjithë ky popull i madh genuin që po del tani. Rama shkon në burg. E se do më lësh ta bëj pyetjen? Ti thua gjithë ky popull i madh që del vetëm në Tiranë, po gjithë qytetet. Ti thua kanë nxitje edhe nga njerëz brenda llojit, pra edhe nga kundërshtar brenda llojit të Ramës. Është dinamik e politikës që kushdo që sot është kundër Ramës, është aty. Kushdo që është kundër Ramës. Kushdo e dyrë më kundërshtarët e tij, po them, a ka dhe njerëz nga brenda më që po e ndihmojnë? Sigurisht, është shumë kot po them, Erion Beliaj. Është dialektik. Aq njerëz sa e duan akoma. Arlindi këtë e quajti konspiracion. Kushdo kundër, kushdo. Arlindi këtë e quajti konspiracion. Arlindi nuk është, Arlindi është racional më burr. Ore Erion Beliaj është kush është vëlla, mund mos e dua mund dhe ti. Ka njerëz tjerë që ndoshta thonë ka është djalë mirë, është parim. Fjala që bën. Ka njerëz që duan dhe Është jashtë. parim. Ne e përdorim i njëjti person që thotë është konspiracion se bën, është i njëjti person që fjalin tjetër thotë armiku tim është miku im. Është parim politik. Po pra. Në qoftë se masiviteti është i madh, Po e han nga brenda. fillojnë lëvizjet nga brenda, po e gryejnë. Po e gryejnë. Bukur, tani pyetje. Spiropali këtë po bën gati, sepse e di shumë mirë, ose shkojmë zgjedhjet parakoshme, ose Rama bie, ose Rama shkon. Dhe Spiropani kush që se shkon zgjedhjet parakoshme, në cilën listë, ma fotot? Atë Do bëj parti të re. Atë e di ajo se çfarë do të bëj. Do shkoj te Arlindi, do të tani. S'bëhet fjalë të Arlindi. Ndoshta ka grup brenda PS-s. Ndoshta do të marrë PS. Që ne nuk e dim. Po pra ndoshta do të marrë PS-n vet. Ndoshta e di që do të priten disa koka tani. Prandaj thash, ore, qytetarët shohin që ka një ligj që një herë e fut në zonë mbrojtur, një herë e heq nga zona e mbrojtur. Çfarë foto ka vendosur Elisa, se shifni fare simbolikën, se ajo i zgjedh fotot. Me Shqipërinë, me flamurin nga mbrapa, pra. Patriota. Po pra, është etnonacionalizëm kjo protestë më shumë, se sa mua vjen keq më se zonë të vazhdoj të jem me këta. Një marrëveshje. Vazhdoj të jem me këta. Zonja Spiropali ka qenë ministre e Me jashtëm. flamingot. Republikën e re që tha Basha me Çadrën, Republika e re duket e kishte Basha me Çadrën, dhe marrëveshja e 17 majit. Ishte një lloj dakordësie që të ketë një qetësi që të shkojmë në Bashkimin Evropian. Me Ramën dhe me Berishën nuk ka më qetësi. Do Ky lloj jetë Rama, duopoli ka rënë. se pik pra vazhdo mos vësh pik. Do jetë Rama, se kjo që pyetja. Do jetë Rama me gjithë këtë val protestash që ka filluar dhe le të marrim opsionin që do vazhdojnë. Shpresojmë të vazhdojnë. A do jetë Rama njeriu që do ngri flamurin e Shqipërisë në Bruksel? Rama do jetë në burg, për po të them edhe një herë, bashkë me Veliajin, të dy me Ti thua do jetë në burg përpara, nuk do jetë ai njeriu që do çojë atë atje. Kapitulli i BE-s fillon pa Ramën, pa Berishën. Nuk ka Ramë dhe Berish. Pra ti thua Shqipëria dhe sikur një ditë të hynte? Kapitulli i BE-s fillon pa Ramën, pa Berishën. Fillon me Qorrin, fillon me Shejajn, me Lapajn, me Marsimin. Merë pra mikrofonin të Fillon me protesta, këto. i bën Ato e kanë mbyllur Po këta që kapitullin. janë protest. Këto që janë. Po pra. Qori Ne ka thuaj, shkuar ne, protestës, se nuk i është edhe ti organizator. protestë. Më fal, këta të protestës vlla, këta qytetarët. Po. Që si kanë nxjerr as Qori, këtë ta po dinim, as Lapaj as Agron Shejaj. Këtë po thonë. Me Ramën, me Berishën nuk ka BE. Po fles njëri prej tyre më çam. Nuk ka BE, pra këtë po Po thonë me gjithë. kë ka pra? Me një model të ri zhvillimor. Që ende nuk e din Me një kush është. model të ri ekonomik. Që ende nuk e din kush Se është. cili që e ofron këtë lloj modeli ekonomik, se cili që e ofron këtë model zhvillimor për qytetin, për ekonominë, për Ja, mo, ku e fshatin, keni? për bujkun, po pra këtë po të them kamjor që të them. Po, bashkoni Se cili që që këtë ofron pse- këtë, ky ky është është modeli. momenti. Ky E kape? është modeli. Pa. Ky është modeli. Bëni bashkë. Dhe gjithë me po ta Alinë. shohësh me kujdes, ky model të fut në BE. Ai modeli iku, e mbylli kapitullin, nuk është më. Ai modeli është i kalardur. Pra jemi idenë Ai që modeli t'jeni është t'jeni në një burg. subjekt ta. Është totalisht në burg. Edhe në qoftë se nuk shkon Ase- në burg. Korracata e parë e investimit ishte Sepse spaku. ti BE-n e merr si një entitet moralisht të pastër. Korracat Ndërkohë që ti harron që është kjo BE, që më fal, që kur nuk do një lider,
të rëzon, vlla, në lider të vetin. Si që rëzoj Orbanin, Ose dikoj kur që nuk do, rëzoj, nuk jep imunitetin pra, e e eurodeputetit. rëzoj, ose si që rëzoj edhe tjetër në Rumani, që u fitoj dhe që nuk e pranoj. Kush ishte muri i parë për çështjen e investimit, transparencën? Spaku. Është muri i parë. Spaku të Jam duke thënë pra. Spaku të jep një ndihmë dhe sheh edhe aleatët e Bashkimit Evropian shohin, ore këto qytetarët, te kush kanë besueshmëri? Po pra faktorët e rinj politik sipas meje, dhe në qoftë E the, do jenë në burg, Arlind po e mbëll me ty. Atëre, A do jetë Rama i rënë nga pushteti, apo do ta çojë ai flamurin e Shqipërisë në BE? Dhe këtë po e them në kontekstin e protestës që sapo ka filluar, vite e gjatë. Unë jam i të njëjtët linjë mendimi me Sebastiani. Rama sot është rreziku për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse tashmë ajo si propagandistike që ai kishte punuar aq mirë për të huajt, është shkatruar komplet. Kur flet gjithë shtypin ndërkombëtar dhe trajton, po them edhe një herë, si satrapin e një republike bananesh, pra New York Times, Euronews, The Guardian, Le Monde Diplomatique, por ku gjithë fryma europeiste, progresiste në perëndim të trajton si satrapin e një republike bananesh, ti nuk mund t'jesh pjesë e Bashkimit Evropian Është marrë njëri me Ramën. me Edi Ramën. Këtë rast. Kështu që Edi Rama, Sali Berisha nuk kanë të ardhme politike, madje unë kam përshtyme se ti pyete që a është mendin e Ramës kjo që leta bëj dhe burgun për ama të ngre flamurit. Jo, unë atë se besoj fare, unë mendoj që ai nuk do të hyj. Unë tani tu bëjmë zëdhënës i një shumice që thotë po ai do të hyj. Unë them ai po bën gjithçka që mos hyj. Më kujton her pas here Sebastiani Antikitetin. Ka një histori shumë bukur tek Odiseja. Marsidi. Fal, Marsidi. S'ka problem. Marsidi. Kërkoj ndjes. Ka një te Odiseja Homerit, ndër peripecitë e Odisejas është edhe zbritja e tij në Had. Edhe në Had takon shok të armëve që kanë vdekur në luftën e Trojës, takon Akilin. Edhe i drejtohet Akilit me lavdet më të mëdha dhe i thotë ta dish ti se si rinia Helena, ku diun, Akeja se aso kohë, të mban në maj të gjuhës. Domethënë kanë këngë për ty e je njeriu më i lavdishëm në botë. Dhe ky pret që Akili ta falenderoj. Akili thotë, shiko thotë. Unë tha, ta dija këtë punë si ishte Hadi, pra bota e të vdekurve. 100 herë më mirë, thotë, ti isha bariu më i këputur e më i varfër e ti isha gjallë, se sa ti jemi vdekur e me lavdi. Që dhe Rama sot ka frikë burgu, nuk e se ndërron lavdin. Në këtë sens, a i ka frikë se mos mbas disa muajsh, jo vetëm nuk është më kryeministër, por nuk është as më në liri, sepse Rama e kupton diçka. Po qoftë është kështu Marlin, si ka mundësi që nuk e shpreh? Ai duket shumë i sigurt, e ke parë si ku i sigurt, ai ka luajtur bën zobur. Ai, shiko, ishte sot në Vlorë. Po ne e pam sinkron. Sot në Vlorë Arian, duket tamam si generali i një ushtrie të vdekur. Kishte mbledh njerëz aty me presion, më kanë shkruar pafundësisht njerëz nga Vlora në punës shteti që më thonë na merr me presion, me lista. Do të thënë, edhe ajo ishte një mas njerëzish aty dhe ishin të gjithë kokulur. Ishin ja 3-4 të rreshti parë që duart rokistin, fliste ky Derziu, bënte projekte, plane, askush nuk reagonte. Rrinin aty kokulur, çfarë tregon kjo? Që ky nuk ka mbështetje reale, që do të thotë, ky s'ua ka besën as të vetëve tani, sepse ai e shemo. Ai e sheh që thot vetes, unë jam kryeministër, mbaj fjalim, njerëzit nuk reagojnë. Ndërkohë që në shesh, njerëzit nuk i mban vendi. Njerëzit nuk i mban vendi nga entuziazmi. Pa është edhe çështje numrash, po edhe çështje entuziazmi. Ushtria e Ramës është një ushtri që nuk ka më besim në vete. Dhe Rama u tha protestuesve jeni 5000 vetë. Besoj që janë shumë të tepër, po nuk i ka numëruar njëri. Llogaritja është, më fal. Ta bëj një llogaritje shumë. Je mos ndërpre. Nuk ka Ka një raport, 20.000 mos ka rënë. Ka një raport midis numrit protestuesve dhe numrit të votuesve. Po të ishte shumë e madhe. Pra, do ishte më impresionuese, Po të ishte nga treni për shembull, deri te Nën Tereza të ishte plot. Nuk ka njerëz në Shqipëria, shiko, se këtë dua të them. Shiko, numri protestuesve. Kur vjen majtundës ka. E disa vetë kanë marrë pjesë në revolucionin francez? E di. 15% e shoqërisë. E di, më janë minoranca i bën revolucionin, do të di. Pra, edhe një herë, njerëzit shesh janë më aktivët. Je larg 10% që aktivët. Më kupton? Janë më aktivët. Ata nga pas pastaj, kanë një ushtri shumë të madhe. Tani, unë nuk jam i sigurt sa është raporti një protestues, një votues, po bëja ca llogari më dilte një raport shumë i bardhë. Jo, mund të jetë edhe më i madh se aq. Bëj llogari, sa nxjerr Sali Berisha në shesh edhe sa vota ka marrë.
1-3, 1-4 pra. Po jo, se Sali Berisha herën e fundit Ne themi 1-7, po 1-3, 1-4. Jo, mendoj që raporti është më i madh se aq. Po dhe në qofë së është aq, 1-7, 20.000, 150.000 vota që i keni marrë, i gëzofshi, bëuni bashkë, merrni shumë mandate, i një poshtë se mund të të merja shembull lëvizje mbyllim? Po them të herë. Raporti ta mbyllim arritën e emisionit. protestuzëve. Më thuaj fjalën e fundit. Dhe votuesve shumë i madh, prandaj un kam besimin që Do vazhdoj. sot Rama është minorancë elektorale në Shqipëri, dhe në qoftë se ky proces vazhdon, unë besoj Rama me Berishën do janë minorancë, së bashku do janë minorancë elektorale në Shqipëri. Atëre, do ju ftoja sot, dhe simbolike është kjo, Flogerti e bëri pak më parë, e mori në dorë dhe marri prapë. Arlind, mere një thuaje, flamingo në dorë, Sebastian, dhe do të mbyllim... Flamingo mori. Flamingo është ajo. Jo, ajo është patë. është një patë që është futur mes flamingove dhe patat janë të bukura, do marrë flamingo. Të lutem, Arlind, në rast për respekt të atyre njerëz dhe qytetarë të bukur, gocave dhe çunave të rinj, dhe kalamajve me shumicë shumë të lezetshëm. Kalamaj 12-13 vjeçar. Do ta vëmë kështu, do të thonë që e kemi mbi kokë në kuptimin që i respektojmë. Thjesht do ta kthejmë kështu profil Arlind që duket që është ashtu. Dhe do ta mbyllim emisionin me heshtje. Dakord? Kjo është pak e vështirë. Kjo është kjo dhe do ta Mos bëjmë. shihemi në sy të pak, Mos shihemi në sy? Jo, kemi dakord. Fillon bëhet e çuditshme. Unë me kullën e pash në sy dhe u isha shumë e bukur, ishim serioz. Le që ju pava aty që si klesme dhe për le që ju shihni. Jo më për ju të dy. Nëse, kjo është çështje këndvështrimi, se ju e pat në ekran është më ndryshe, kur e shef nga ekrani. Megjithatë nuk ka rëndësi se jeni të lirë, mjafton që të mos buzëqeshin, të respektojmë heshtjen, heshtja flet më shumë nga ndonjëherë. Dakord? Dhe me këtë simbolikën, pra me thuaje, flamingo në dorë, që e mbajmë kështu, shifni çfarë doni ju, mjafton që ta mbyllim me heshtje, dakord, Arlind? Falenderoj jashtëmase që më erdhe dhe do të kem shumë shpejtu.